Pas disa javësh debate në Washington, Senati Amerikan rrëzoi me 51 vota pro dhe 49 kundër një rezolutë që do të kufizonte kompetencat e presidentit Donald Trump për të urdhëruar ndërhyrjen ushtarake në Venezuelë pa autorizimin e Kongresit. Projekti rezoluta, e mbështetur nga senatorët demokrat Tim Kaine dhe Adam Schiff, si dhe republikani Rand Paul, kërkonte se çdo vendim për luftën kalonte për miratimin në Kongres, siç e përcaktonte kushtetuta e SBA-s. Administrata e Trump ndërkohë ka bërë të ditur se nga shtatori forcat amerikane kanë kryer të paktën 16 sulme kundër rrjeteve të trafikut të drogës në Pajistor dhe Karajibet Jugore, duke shkaktuar mbi 65 viktima. Ky aktivitet ushtarak ka rritur frikën që mund të jetë prelud një veprimi më të gjerë kundër Venezuelës, ndërsa presidenti amerikan ka lënë të hapur mundësinë për ndërhyrje të drejtë, pavarësisht se më pas mohoi planet për sulme toksore. Washington vijon të ndërtojë një plan të ri të madh ushtarak në rajon me avion luftarak, anije luftarake dhe mijëra trupa.